Do shkojmë pak tek partia Mundësia, e cila është duke prezantuar kandidatët në këto momente. Kryetari Agron Shejaj është në lidhje me paraqitjen, pra me gjithë ndjekësit e tij, për të prezantuar kandidatët e zgjedhjeve të 11 majit. E ndjekim pak? Sepse kjo nuk është një fushat zbavitje, është një përballje mes së vërtetës dhe gënjeshtrës, mes shpresës dhe zhgënjimit, mes mundësisë dhe status quo-s. Sot në këtë sallë jemi mbi 500 qytetarë dhe kjo është vetëm një provë e asaj që do ndodh në të gjithë vendin. Të dashur miq, shqiptarët po zgjohen, po kuptojnë që Shqipëria ka nevojë për një ndryshim. Po kuptojnë se nuk janë vetëm, se ka një alternativë, se ekziston një parti që nuk është pjesë e pazareve, që nuk kanë frikë nga e vërteta dhe që nuk janë në shitje. Sot do të prezantojmë kandidatët tanë. Janë njerëz të zakonshëm, por të jashtëzakonshëm në vullnetin e tyre për të shërbyer vendit. Jo për të shërbyer vetes. Dhe ky është ndryshimi ynë. Ne nuk hyjmë në politikë për pushtet, por për t'i kthyer pushtetin qytetarëve. Na presin ditë shumë intensive, takime, biseda, përballje, por bashkë me vendosmëri, pa frikë dhe pa u ndalur, do ta çojmë këtë betejë deri në fund. Ju falenderoj që jeni këtu, falenderoj që jeni pjesë e kësaj lëvizje të re politike, këtij projekti të ri politik. Siç e them shpesh, e ardhmja nuk ndërtohet vetë. Ne do ta ndërtojmë, hap pas hapi, qytet pas qyteti, me zë të lartë dhe me zemër të pastër. Ky është projekti ynë. Tani dëshiroj t'i jap fjalën disa prej kandidatëve tanë. Nuk e di nga cili qark do ta fillojmë. Nga Tirana, unë tash do fillojmë nga Vlora. Jo, nga Tirana. Tani nuk do të fillojmë direkt në vendos kryetari nga Tirana. Atëherë, i bëj ftesë Eraldit të naftoj Me mbrëma të gjithëve, të dashur miq, faleminderit kryetar. Unë jam Erald Kapri, për ata që nuk më njohin, ndryshe më thonë edhe si historiani i mundësisë. Jemi mbledhur sot këtu, sepse në fakt shumë prej nesh dhe të gjithë që jemi në këtë sallë, e ndjejmë që jemi në një moment historik. Dhe jemi në një moment në të cilën ne kemi vendosur të bëhemi dëshmitar. Pas dekadash të lodhshme tranzicioni, e shohim që ka ardhur koha për një Shqipëri ndryshe. Një Shqipëri ku suksesi i secilit nuk varet nga lidhja me pushtetin, por nga puna e ndershme. Një Shqipëri ku suksesi dhe aftësia, talenti, mund të vendosin për të ardhmen dhe jo privilegjet e pak njerëzve. Ne dim që kjo rrugë që kemi zgjedhur nuk është e lehtë, por kjo është rruga e duhur. Ne besojmë tek integriteti, besueshmëria, transparenca, vlera që këto 34 vjet janë injoruar, janë shkelur. Dhe në këto vite, ne na është ofruar vetëm një model ku qeveria vendos mbi gjithçka. Pra një shtet i madh me qeveri në krye që vendosë kush pasurohet e kush jo. Një ekonomi e kapur në pak duar që janë klient të qeverisë. Një administratë e fryrë, e politizuar, e ngarkuar me njerëz që u shërben partive, por jo njerëzve. Tani të gjithë e dim një të vërtet të thjeshtë,
që shqiptarët shkëlqejnë sa herë që u jepet mundësia. Dhe mundësi do ofrojmë. Mundësia është ajo që po ofrojmë. Ne do ofrojmë shqiptarëve një shtet të vogël, një shtet që i shërben qytetarëve dhe të mos e kenë në supe. Një shtet me më pak taksa, që ata të kenë më shumë para në xhepat e tyre. Me më pak shpenzime administrative, që fondet të shkojnë atje ku duhet, në arsim, në shëndetësi, në siguri. Pra një ekonomi të lirë, ku ai që punon, ai ja del. Pra ky është modeli jon, një modeli një Shqipërie ku ja del me punë dhe jo me lidhje politike. Ndaj ftesa ime është që datë 11 maj të votojmë për mundësinë, të votojmë për Agron Shehajn dhe ekipin e tij. Të votojmë 10-ën për familjet tona, 10-ën për Shqipërinë dhe 10-ën për mundësinë. Faleminderit shumë.